rrugëve të këtij vendi. Kështu je politikan I lashtë. Dhe edhe më shumë pak ndoshta po të llogarisim dhe vitet 88, 89, 90, sepse ne kemi filluar të lëvizim edhe përpara 90-s, një pjesë, një grup I studentësh, po themi edhe në Akademinë e Arteve ISHILA, por megjithatë pra situatë kaq themi një adrenalin si kjo, e kësaj here, në kryeqytet, pra është vendi ku unë kam pjesën më të madhe të historisë sime, ku më duhet të ballafaqohem me të kaluarën. Po jenë kombinatë? Edhe me tashmen time. Ti ku ke lindur? Unë kam lindur në Tiranë. Jo, në Tiranë po ku është zona jote? Ku ke banuar? Jo, ne nuk besoj se nuk ka lidhje me kombinatë, vendi ku kam lindur ka qenë, më duket në atë kohë kam qenë me prindërit e mi, kemi qenë në shtëpinë e gjyshit, që duhet të qenë në rrugën Qemal Stafa, ishte lagja vjetër e Dibranëve. Rruga Qemal Stafa është zemre e Tiranës. Çështja është që babai. Dhe kombinati ju e quani si po themi periferi. Babai im ka qenë doktor ushtarak dhe ka qenë gjithmonë në lëvizje me transferimet që bëheshin atëherë. Dhe unë 15 ditësh në çantë, pra 15 ditësh bebe, në çantë kam shkuar për të filluar jetën familja ime në Gjirokastër. Babai im përpara ka qenë transferuar në Burrel, bie fjala. Ka qenë pastaj në Pashaliman të Vlorës, ku ka qenë edhe atje me përgjegjësi të larta mjekësia ushtarake. Po mjekësi gjithmonë. Ndërsa në Gjirokastër ka qenë me dyra edhe më të larta në ushtri. Po. Dhe si më thënë, ne në Tiranë kemi ardhur e ikur, shpesh në pjesën e, si më thënë, mamaja dhe, po themi, prindë e mi familja ka nisur në shtëpinë e gjyshit, besoj hapat e para të familjes Gonxha. Pastaj në këto lëvizje dhe në këto transferime kanë qenë herë me motrën e parë, themi më të madhe, pastaj me 2 motrat, dhe unë jam fëmija I tretë, djali vetëm I familjes, dhe kështu që unë në një farë mënyrë I bie të jem në 13 vitet e para, megjithëse kam lindur në Tiranë, Gjirokastrit, sepse deri në 13 vjeç kemi qenë atje, dhe pastaj nga 13 vjeç kthehemi në Tiranë, dhe nga 13 vjeç pastaj jam Tiranë. Gjirokastrin? Jo, ne si origjinë jemi babai nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe? Mamaja nga Struga, në një zonë ku shumë afër rrugicës ku ka qenë familja e saj, në ato kohë mendohet, si më thënë, ka qenë edhe pjesa ku ka lozur në fëmirinë e vet, ose ku lidhet me familjen edhe të Nën Terezës. Në atë zonë. Dhe pastaj ata kanë ardhur prej luftrave, situatave në Maqedoninë e atëhershme apo Maqedoninë e Veriut sot. Kanë ardhur nga Kuksi, ku kanë hapur atje një aktivitet, dhe pastaj kanë ardhur, kanë lëvizur një pjesë të vogël kohë prindrit e si me më janë marrë atje me aktivitet, sepse atje ka qenë ushtria italiane, Kuksi dikur ka qenë shumë I rëndësishëm. Dhe pastaj kanë ardhur qendra prefekturës së Kosovës. Ndërkohë që gjyshrit nga babai kanë ardhur në rrugën e Dibranëve, arsimtar, bler shtëpi. Nga ata të Dibrës të ardhurit e Dibrës. Ne jemi nga zona e shkollës kuqe, lagjes Dibranëve, zemra e Tiranës. Lagja e mirë, e bukur e Dibranëve, e rrugës ata që ndërtuan Tiranë. Që ndërtuan Tiranën, dhe pastaj ju thash ka qenë një jetë shumë e trazuar televizjesh, por gjitha kjo është eksperiencë. Kjo e bën. Kam bërë shumë përshtypje të shquarit e mbi emrit të Gonxha, jo Gonxhe. Tani, stërgjyshi nga babai ka qenë hoxh dhe në çallmën e vet çdo mëngjes mbante një trëndafil shpeshherë të paçelur, dhe me kalimin e kohës nga Tuxhari mbi emrin ndryshon në Gonxha, sepse gjithë I thonin Arif Gonxha. Dhe prej atij kemi mbi emrin që kemi sot, pra Gonxha vjen nga kjo lule që mbante Arifi. Çfarë lule ishte? Trëndafil. Trëndafil. Mbante trëndafil, po Gonxhe, jo e çelu komplet. Kështu që tani nga trëndafili I Arifit tek trëndafili I Partisë Socialiste bëhet një kalim I Po e kishe menduar ndonjëherë që ti do kaloje te një parti me simbolin e Gonxhës? Nuk e kisha menduar. Kështu që e them të gjë, tani këtu prap ti ikim kësaj pjesës së tentacionit të euforisë. Gjithsesi mendoj se gjithë ky rrugtim, gjithë këto kultura të ndryshme, gjithë këto kultura në shtëpi, unë sot jam I martuar me një martesë shumë e lumtur me një person të jashtëzakonshëm që është bashortja ime, që është ortodokse dhe që vjen nga komuniteti I Dropullit, I Dropullit. Ne jemi musliman, ata janë ortodoks. Pra gjithë kjo nga komuniteti I Dropullit? Nga Dropullit, nga Vanistra, që është në grek, minoriteti grek? Po, minoriteti grek në Shqipëri. Dhe si më thënë, gjithë kjo themi e shkuar dhe e tashme, shumë plurale në familjen time, ka bërë që gjitha këtë kthehet në një eksperiencë. Pra pastaj pjesa e shkollës arteve, lëvizjet, praktikat,
Këtu pastaj fillon dhe krijohet ideja që ky karakter, ky personazh, kjo natyrë vjen edhe nga kjo situatë e jetës sonë, që ka qenë shumë e bukur në shumë aspekte. Shumë interesante. Ka qenë edhe shumë e vështirë dhe delikate në disa aspekte të tjera. Në kohën që mbaj mend për shembull kur unë kam filluar të si themi, të kisha qëndrimet e mia të para politike që në lice, që pas vdekjes diktatorit, babai ka qenë në vështirësi të mëdha sepse ish ushtarak, kishte shumë shqetësim për fatin tim, për fatin e familjes. Ju për çfarë studionit në lice? Për grafik, për pikturë. Për pikturë, po, në licen atëherë për. Dhe që atëherë filluan shqetësimet nga aktiviteti juaj ose nga ato, po themi, rebelimi? Nuk kam qenë natyre lehtë në këtë pjesë dhe për shembull në diplomën e liceut doja të hiqja foton e Enver Hoxhës nga muri në klasë, duke e palosur dhe me një zysh shumë të mirë. Në cilin vit kjo? Mariana Eski, në 88-ën besoj, ka qenë shumë viti rrezikshëm, megjithëse mund na duket sikur ka qenë afër 90-s. Jo, unë jam pak a shumë moshatar me ju. Pra këto janë, unë të kuptoj shumë mirë. Janë situata të vështira, gjithmonë kam pasur kështu situata, si më thënë jam nxituar. Si e morën portretin dhe e vendose? Po, dhe i kërkova zyshës që nuk mund ta mbarojmë diplomën me diktatorin në mur. Po besoj i bie 18 vjeç. 18 vjeç kur kam marrë diplomën e liceut. 70-s unë, po. Dhe pastaj natyrisht që në Institutin e Lartë të Arteve, për cilin studiova pastaj një vit që të hyja, se nuk ishte e lehtë, duhet ishte një konkurs shumë të vështirë. Shumë i vështirë. Atje jam aktivizuar shumë me pjesën më radikale të studentëve të ILA-s, kuptohet edhe me një pjesë të mësuesve, një pjesë e mësuesve ishin vërtet. Po për pikturë. Për pikturë monumentale, për grafik, për disa deg njëkohësisht, ku kam një orde si profesor atëherë i ri, por si profesor edhe Edi Ramën, edhe kjo na lidhi qatë. Çfarë ka dhënë Edi Rama? Çfarë lënte? Jo, pa hyrë në detaje, po themi kështu mikro, por ne kishim shumë të rëndësishme në atë kohë, dialogjet që kishim me ta profesor, me disa prej tyre, për shembull takime që ne bënim mbasdite me reflektime për libra arti, për tema caktuara, për rryma caktuara. Bisedat ishin të një niveli tjetër dhe që s'kishin lidhje me shumicën. Mësimin konvencional për ne, për një pjesë të madhe tonën ishte lënë me njanë. Ishte bisedat. Mundoheshim që ta shfrytëzonim kohën atje për të çarë çdo lloj muri të mundshëm për të parë pra artin modern, atë artin e ndaluar. Po pra, për ta mbyllur këtë pjesë, unë do të kthej sërish se do flasim për kombinatin, se për atë i e këtu. Pa i ka qenë... Jo, për kombinatin në kuptimin kështu, po për ta mbyllur këtë, marr mendoj diçka që me të vërtet, pa filluar lëvizja vjetorit, që të ngelin mendje nga Instituti i Lartë i Arteve dhe nga Zoti Rama si pedagog, që dakord kjo e portretit e Enver Hoxhës, po Instituti i Lartë i Arteve isha akoma më liberal, sa aty ishit fëmijë, po aty ishit më të maturuar, kishit. Ka pasur shumë momente të bukura, ka pasur shumë momente të forta. Që donën të preshonin nga shkolla. Ka pasur, jo, ky rrezik ka qenë sa herë që ne bënim aktivitete që ka qenë ndaluara kryesisht aktivitetet që bënim, edhe aktiviteti nga ku del pastaj në 8 dhjetor që ishte aktiviteti përkujtimor për John Lennon ka qenë ndaluar, ne ishin ndaluar kështu, po natyrisht nga rektori, nga administrata e ILA-s ata kanë qenë të tmerruar nga ato që ne mundoheshim të organizonim. Jo rektor, kush ka qenë dekani i Institutit të Lartë të Arteve? Nuk shkoj do deri këtu në emra, tani kanë kaluar 30 sa vjet, po kanë qenë të që mos i bie njeriu në qafë në emra, ose mos ta dëmtoj si emër, sepse normal ka qenë një kohë që kam pas përgjegjësi shumë madhe. Ne e marrim kështu 88-ën, 89-ën, por në kufit e vendit, në jug, e në disa kufit të vendit, vriteshin njerëz. Në jug ka pasur dhe njerëz që të riqeshin zvarr për të dërguar fshatrave që tentonin në mes të qytetit, mes të fshatit. Dhe nuk e di këtë gjë për në veri, por edhe në veri janë vrarë njerëz. Pra ka pasur akoma ekzekutime. Dhe ka pas akoma arestime për tentativa, për aratisje. Vllai i Edazarit, agitacion, propaganda ka goditur deri vonë. Nuk kanë qenë vite të lehta, kështu që edhe ata profesorë, edhe ata që kanë qenë drejtues në atë kohë, nuk diskutohet që kanë qenë dhe ata me i justifikon? Po, e justifikoj sepse në ILA nuk ka pasur asnjë
themi, aksion malign kundër nesh, në kuptimin, këta nuk kanë qenë asnjëherë që të sajonin situata për na dëmtuar realisht, po themi. Nuk ka kaluar në